Përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakojmë sërish të ditën e sotme për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Qindra e mijëra qytetar, familjar, miq edhe admirues të muzikës shqiptare po japin sot lamtumirën e fundit këngëtarit të dashur Shpat Kasapi. Që në orët e para të mëngjesit, rrugët përreth vendit të homazheve u mbushën nga njerëz të ardhur nga Tetova, Shkupi, Gosivari, Shqipëria e Kosova, të cilët mbajnë lule në duar dhe portretin e artistit që la pas një boshllëk të pamatshëm në skenën muzikore. Atmosfera është e rënduar nga pikëllimi, por dhe mbushur me respekt e falënderim për jetën dhe veprën e Shpat Kasapit. Në mesin e të pranishmive, shihen kolegë të tij të artit, figura publike, si dhe shumë të ri që janë rritur me këngët e tij. Të gjithë kujtojmë zemrën e butë, buzëqeshjen karakteristike dhe njeriun e mirë që Shpati ishte në jetën e përditshme. Në këto homazhe dëgjohen fjalë miradije dhe kujtime të dikurshme për këngëtarin, i cili jo vetëm la gjurmë në muzikë, por edhe preku zemrat e publikut me karakterin e tij njerëzor. Familjarët të përlotur falenderojnë të gjitha ata që po qëndrojnë pranë tyre në këtë ditë të vështirë. Tetova sot po përjeton një nga ditët më të dhimbshme, duke përcjell një artist që u bë pjesë e çdo familje përmes këngëve të tij dhe gëzimeve që solli ndër vite. Lamtëmira për Shpatin është bërë një dëshmi e vlerës që ai kishte dhe e dashurisë së madhe që publiku ruajti për të. Sot po bëhen homazhet të këngëtarit mirënjohur Shpat Kasapit në qytetin e Tetovës, ku shikojmë të pranishëm qytetar, familjar, artist, të cilët zemërthyer kujtojnë Shpatin si njeri, kujtojnë zemrën e tij, kujtojnë këngët e tij dhe nëpërmjet lotëve të tyre mundohen që t'japin fjalët që vetëm shpirti di t'i thotë. Në orën 14 Shpati do të niset edhe për në banesën e tij të fundit.